Zoonozat janë sëmundje që kalojnë prej kafshëve të njerëz, rrallë herë kemi që kalojnë për njerëzve të kafshët. Kemi shkencë e një gati 300 e më shumë sëmundje të cilat janë transmetuar prej kafshëve të njerëz. Nëse marrim ato të cilat janë më interesante për ne, atëherë mund dalën brucellozën, cila është ende aktive ose prezente në Kosovë, po jo në masë të madhe, ose që kemi përzgjedhë edhe eunokokun, i cili është prezent, po jo për fatmirësi edhe jo aq shumë. Tërbimi është sëmundje virale, e cila kalon prej është prezente vetëm te gjetarët, domethënë qani maca, dhelpna, ujqet, kalon të lopa, të kretë gjetarë, ako shkajnë gjetarë. Domethënë edhe nëse nuk trajtohet me kohë, atëherë është ka epilog fatal. Domethënë është ka tropizëm në sistemin nervor, domethënë sulmon sistemin nervor.